Emër zotëri, dakord ne. Po me qarë kur ajo ti qohesh këtu edhe hedh gjithë të balt mbi një personalitet. Personalitet, po të them prapë, të ekonomisë globale, përfaqësues i një prej kompanive më të mëdha të botës, që vjen në Shqipëri si rezultat i një marrëdhënieje strategjike, prej të cilës po ndërtohen atje në zonën e Spitallës 2000 apartamente dhe fal të cilës këtu në vendin ton bëhet një investim që nuk është bërë ndonjëherë dhe nuk është imagjinuar ndonjëherë, që e transformon Durrësin në një nga pikat më të rëndësishme të turizmit mesde dhe ndërkohë që këtu as u miratua gjë, as u diskutua gjë, këtu thjesht u fut me procedurë të përshpejtuar një projekt ligj i cili do të marrë kohë për diskutim. Duhet të jetë, sepse kështu mendojmë ne, që duhet të jetë, se ne nuk kemi kohë për të humbur, se kemi më shumë se një vit që e negociojmë këtë kontratë, dhe është një kontratë ku shteti shqiptar merr pjesë me aksione, por ju jeni ca të mbaruar, ju jeni ca të pa fytyrë, ju jeni ca njerëz që nuk keni as fe, as adhe, as din, as iman, sepse qoheni këtu që në pikë cabau dhe mirë ne, ta thash, mirë ne, po merri në përgoj dhe akuzoni për pazar, e akuzoni për aferë, një personalitet dhe një kompani nga më të mëdhajet e botës. Në vend të thoni shqyqyr që vjen në Shqipëri. Ju jeni ca të pa fytyrë, ju jeni ca të pa fe, ju jeni ca pa dhe, ju jeni ca pa din, e ju jeni ca pa iman. Ja, këta jeni ju. Dakor? Këta jeni ju. Edhe mos bërtiti Gjeldeti Peqinit, dakor të? Ashtu, mos bërtiti Gjeldeti Peqinit, sepse ju po të kishit ju fytyrë, dhe po të kishit ju din, dhe po të kishit ju iman, dhe po të kishit ju fe, dhe po të kishit ju adhe, ju nuk i bërit Shqipëris ato që i keni bërë, dakor? Ju nuk i bërit Shqipëris ato që i keni bërë. Qari keni bërë ju Shqipëris, ju jeni paguar me para ruse për të rrëzuar qeverinë e vendit tuaj. Këto i keni bërë ju Shqipëris. Për çfarë arsye? Dhe këtu po filloj diskutimin tim tani. Hajde të ma thoni, jo ju se ju s'keni qa thoni, ju jeni ca bedel, ju jeni ca njerës që s'keni as sy për të parë, as vesh për të dëgjuar, ju jeni bedel, dakor? Bedel të atyre që ju kanë të hequr për hunde, se juve mirë që s'keni ditur gjë që keni bërë, po edhe sot e që ditën juve s'dini se çfarë flisni.